Qendrat pritëse të emigrantëve të ngritura në Shqipëri nga Italia pas marrëveshjes dypalçe mes dy vendeve konsiderohen nga Komisioni Evropian si një model që mund të ndiqet edhe në vende të tjera. Përmes një letre drejtuar vendeve të Bashkimit Evropian, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen thotë se kjo është një zgjidhje inovative për të luftuar me vendosmëri emigracionin e paligjshëm. Ishte një element i rëndësishëm i diskutimit tonë mbi zgjidhjet inovative për të luftuar me vendosmëri emigracionin e paligjshëm, duke vepruar në bashkëpunim me vendet partnere dhe duke siguruar që të drejtat themelore të individëve të interesuar të sigurohen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Letra e von der Leyen u është dërguar vendeve të bllokut në prag të takimit që do të mbahet më 20 mars për çështjen e emigracionit. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian thotë se për të pasur një qasje të re të përbashkët, po hartohet një propozim për të menaxhuar në mënyrë digjitale riaddhesimet deri në fund të vitit. Qasja e re do të kontribuojë gjithashtu në rishikimin e ardhshëm të Frontex, ku do të jetë e rëndësishme të sigurohet që operacionet e kthimit mund të organizohen drejt për drejt nga Frontex me vendet e treta, duke përmirësuar rolin e agjencisë në parandalimin e emigrimit të parregullt. Një element kyç i paktit që na lejon të thjeshtojmë procedurat e azilit është përdorimi i koncepteve të vendit të sigurt. Komisioni aktualisht po përgatit një listë të Bashkimit Evropian të vendeve të sigurta të origjinës. Von der Leyen thotë se po analizohen të dhënat e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Azilin dhe burimet e tjera të disponueshme për të hartuar listën e vendeve të sigurta bazuar në kritere objektive, siç janë normat e ulta të njohjes së azilit. Kjo listë pritet të jetë gati në javët në vazhdim dhe pasi të miratohet nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli, do të zgjerohet apo rishikohet në varësi të zhvillimeve.